Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Priset miqësia mes Mateos dhe Gimbos pas mbarimit të Bigut. Ja cili është shkaku. Përgjatë rrugëtimit të tyre në Big, Mateo dhe Gimbo ndërtuan një nga lidhjet miqësore më solide dhe më të komentuara të Shqipërisë. Sidoqoftë, rikthimi në jetën e përditshme duket se ka sjellë një zbejje të ndjeshme të kësaj armonie. Zërat për një distancim mes ish-banorëve po gjejnë gjithnjë më shumë terren, një përfundim i nxjerrë kryesisht nga heshtja e tyre e plot në hapësirën digjitale. Mungesa totale e postimeve të përbashkëta apo ndërveprimeve në rrjetet sociale ka shërbyer si indikator kryesor për të nxitur aludimet e publikut se kjo miqësi mund të ketë pësuar një krisje pas fikjes së kamerave. Megjithatë, dyshja vazhdon të ndjek njëri tjetrin në Instagram.